Kush e di që planeti vjen dhe që bëllë këto lloj komende se dhe planeti jonë si me siguri. Pa gjithsesi, të pyesësh burrin apo gruan, rrethon, do të thotë që nuk je bariu mirë. Do thosh ti që hym bariu këtu. O Angjo! Ma sto facendo tuk-tuk! Do thosh ti që hyn bariu këtu. Hyn bariu, hyn! E di historinë e bariut ti? Bariu si puna e saj me lapën. Kur bariu është i mirë, e merr lapën e lëdhaton, e lan se do lapa do lasë, i hiqen baglet. E kreth, e lëdhaton, e ushqen mirë, e çon të takat më të mira, sillet mirë, nuk i fut në thobër kështu. E lën lapën mua aty në mart, ikën i futet 2-3 birra, e vjen prap po aty jenë, nuk lu lapa, se është rahat. Kurse bariu keq, që se lan, se kreth, i fut në i hunë që tiki me vrap, e çon të shkret e tjerët, e lapa që dhe boj, dhe i të komshiu, se shef komshiu në ti me janë që me hasëm. Dhe thush ti, jo po haqyll. Haqyll ha po, komshiu e diti që ba, e kap lapën, e qën hijet fikut, e mjel e bën, na, tipsi e bën, tipsi, edhe talenti mu të gardhi. Në regull? Jam i sigur se do bosh pyetjen po t'ishte dëm. Po t'ishte dëm, njëjtën histori do ta kapi dhe shkoj t'gjuj me demin. Në atë kaku ka pasuritur lopë, ka pëse një qëti me 10.000 lekë. I kështu bas buri batës. Kjo është puna bariut. Besoj se kupton se kur kam lafin. Sa për pyetjen, që pa ta bot temën atër kush të rrethon më shumë burrat për gratë, para 20 vjetëve, do thosha të dytë barabartë, burrë e gru do të rrethojnë më. Do njoni tjetri. Kurse sot nuk i di se ashtu shumë racat. Nuk i di se si shkon. Po pyetje më dur do t'ishte pse të rrethojnë. Gjithsesi, faleminderit për komentet dhe respekte.